45-a, kur e mendon mund të jetë interesante, dhe fantazie Ariu Polar, kupton, 45-a. Po, edhe për mua mund të ishte interesante. Këmbë vogël, 35-a. Ne do jemi të njohur, do jemi kështu në sektor. Do të thënë ajo poston vetëm këmbët, pa fytyrë, pa gjë, nuk bën asgjë aty. Dhe fiton 30.000 euro në muaj. Po. Ne mund ta fytyllojmë edhe 5.000 euro, për çfarë Spotify. Kështu që çuar për hapi, OnlyFans. Kështu që po pat foto të shtuara të këmbëve në këto muaj veror, dijeni se po bëjmë prova për OnlyFans në shtator. Tani kjo vajza është 22 vjeç, është shqiptare, quhet Melisa M, kështu e ka pseudonimin. Dhe ka hapur polemika të shumta sepse nga deklaratat e saj po qarkullojnë edhe në media jo vetëm shqiptare, por edhe të huaja, sepse këta çunat e sportit që unë përmenda, me sa duket që nga kështu të fiksuar. Domethënë tek Melisa, edhe me sa duket Karim Benzema, Vinicius dhe Rafael Leao janë 3 fansat e saj më të zjarrt që me sa duket I shkruajnë gjithkohës her pas here. Benzema për shembull I ka dërguar përshëndetje, kurse Vinicius ka qenë më I drejtë për drejtë, e ka ftuar në shtëpi. Kurse Leao sipas ka ngelur hatri se kjo ja ka lënë sin. Tash këto edhe një se isha mendja ime u sfokusua pak sekonda për 30.000 euro edhe mua. Nuk e kam